Në gjykatën themelore të Tetovës sot duhet të mbahet seanca gjyqësore për dyshimet për keqpërdorime gjatë ndërtimit të teatrit të Tetovës. Megjithatë, edhe kjo seancë është shtyrë për më 25 nëntor në orën 12:30. Në këtë seancë mungoi i akuzuari Artan Arslani për shkaqe shëndetësore dhe për këtë gjykatën e njoftoi avokati i tij Hamid Iseni. Në seancë mungoi edhe përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës. Krahas dy mungesave, Hamid Iseni, avokati i akuzuarit Artan Arslani, tha se nuk ka pasur qasje në tërë lëndën dhe nuk ka mundur të përgatisë mbrojtjen për klientin e tij. Ai tha se herën e parë i është mundësuar të ketë qasje në lëndë, por për shkak se ka qenë voluminoze, nuk ka arritur ta shohë tërë materialin që posedon gjykata, prandaj kishte caktuar edhe një termin tjetër, por herën e dytë për shkak të problemeve teknike në gjykatë nuk ka mundur të shohë pjesën tjetër të lëndës. Prandaj ai kërkoi nga gjykatësi Elvedin Ferati që të shtyhet seanca. Me këtë rast, gjykatësi Ferati pranoi kërkesën e tij dhe seancën e radhës e caktoi për më 25 nëntor në orën 12:30. Në bankën e të akuzuarve në këtë seancë ishin të pranishëm përfaqësuesi i kompanisë Urban Plan Construction, si dhe personat fizik Sejdi Shazivari, Haki Fazliu dhe Bujar Muça. Ndryshe, në dhjetor të vitit të kaluar, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit raportoi se pas kryerjes së një hetimi gjithëpërfshirës, kishte ngritur akt akuza kundër 4 individëve dhe një person juridik. Sipas deklaratës së prokurorisë, në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2020, të akuzuarit me vetëdije kanë anashkaluar rregulloret dhe rregullat e procedurës për dhënien e një kontrate për prokurim publik dhe kanë keqpërdorur pozitën dhe autorizimet e tyre zyrtare, duke përvetësuar kështu një përfitim material prej rreth 13 milion eurosh.